Enilda Zeqiri nga Prishtina ka 6 vite që merret me atletik, një rrugtim që kërkon përkushtim dhe shumë punë, sidomos në sportin sfidues të triatlonit. Ndër të gjitha garat, më e vështira për të ka qenë ajo në natë, ku ka përshkuar 750 metra, një provë që kërkon forcë, durim dhe guxim. Për Enildën, rutina sportive përfshin vrapime deri në 10 kilometra dhe ciklizëm deri në 90 kilometra. Unë me atletik mirëm që 6 vite, në sportin e triatlonit jam prej viti 2022, që 3 vite dhe në këtë vit kom fillu me sportin e ciklizmit. Si është të merresh me atletik dhe ciklizëm, si lindi pasioni për këto dy sporte? Fillimisht me atletik që nga klasa parafillore, ku marrë pjesë në përkroset e shkollës edhe gjithmonë kam triumfu e para. Pastaj në klasën e 6 me profesorin e edukatës fizike i kemi bu matjet të cilat bëhen gjatë orëve të edukatës fizike dhe ka po që këm prirje në këtë fushë të sportit. Më ka ftu në klubin e tij dhe prej atëherë kom fillu me u mirë me sporte. Pastaj në ciklizëm, triatloni ka të bëj pakës me ciklizëm, po mu ka desht me ndalë për disa arsye personale. Në këtë vit kom fillu me ciklizëm, kom marrë pjesë në 2 gara dhe jam shumë e kënaqur me arritjet e mia, për shkak se po mblerësohet e gjithë puna që unë tani po e bëj. Cilat janë ato vështirësitë dhe domethënë sfidat në këtë sport, edhe cila është gara më e vështirë në të cilën ke dalë fituese? Vështirësitë janë se do të shumë punë, pa ndalë heq, sidomos në sportin e triatlonit ku kanë qenë 3 sporte, radhase, me ushtru për 3 sporte është shumë ma problem se me ushtru veç për një. Garën që kom pas ma të vështiren ka qenë Kosova Sprint Triatlon, e cila ka qenë një triatlon komplet 750 metra natë, 20 km bicikl dhe 5 km vrap, aty kom triumfu në vendin e 5 në midis shteteve të tjera, në Kosovë jam zgjedh kampione. Zakonisht vrap, 5 km deri në 10, me ciklizëm ka raste deri në 10 km, në varet prej trajningut çfarë e kam. Ajo nuk mund ta imagjinoj jetën pa atletikën, një pasion që tashmë është kthyer në mënyrë jetese. Një ndër arritjet më të mëdha të saj është vendi i parë në garat e ciklizmit, një sukses që e ka bërë edhe më të vendosur për të vazhduar tutje. Garën e parë e kom pas para 2 javë, e kom pas në Mitrovic dhe atë zura vendin e dytë se ishte hera e parë në ciklizëm dhe nuk kisha shumë njohuri. Pastaj të dielën, këtë të diel që shkoj, kom pas garën e Ferizaj dhe këto arrita të triumfoj me vendin e parë, shumë e kënaq për shkak se jam juniore dhe po garoj me kategorinë elit, një kategori shumë e lartë, me moshë me gjitha gjërat dhe shumë ndihem krenare që kom arrit me ardhur deri në atë pikë. Fal punës që jam të e bu edhe ushtrimeve që jam të i bu. Me kalimin e kohës, medaljet kanë filluar të shumohen, duke reflektuar suksesin dhe angazhimin e saj të palotshëm. Enilda me krenari rrëfem për secilën medalje që ka fituar dhe për sakrificat pas tyre. Kjo është kampionati i Kosovës në sprint duatlon për pioner, ka qenë në vitin 2023 dhe kam triumfu në vendin e parë. Kjo është gara e fundit në ciklizëm që e kom bajt të dielën dhe ku triumfuva e para dhe kjo është vendi i parë në kategorinë junior ku kam marrë pjesë në sprint duatlon me një kategori pak më të lartë, kam qenë atëherët pionere në vitin 2023 dhe këtu e kam zërë vendin e parë. Ato të voglat ato? Këtu? Këto të voglat? Këtu janë shpërblimet që i kom marrë si sportiste e vitit, gjithë grumbullimi që i kom marrë gjatë tërë vitit me garat e mia, pikëve që i kom marrë, i kam fitu 2 në atletik dhe 1 në triatlon. Për këto 6 vite ajo ka arritur të fitoj të gjitha garat ku ka marrë pjesë, një histori frymëzuese për të rinjtë që duan të ndjekin rrugën e sportit. Enilda, po më tregon për sa vjet i ke arritur të fitosh të gjitha këto medalje? Afër 6 vite që nga mosha 19 vjeç mirë me sport dhe tash i kam 17 dhe që 6 vite kam arrit me i fitu tërë këto medalje.